diasporë bët një vizitë në parlamentin grek, apo jo, lidhur me sigurime shoqërore, pensionet, leje qëndrimit në shitësinë. Një koment i juaj rreth këtij takimi? Në kuadër të integrimit të shoqërisë shqiptare në Greqi, aq më tepër të problematikave që ata hasen gjatë integrimit, diaspora është angazhuar që të shkojë një hap më tej, duke mbledhur këto problematika dhe duke i adresuar tek organet kompetente. Në këtë kontekst ka qenë takimi i ditës së sotme, i cili u zhvillua në Parlamentin e Greqisë, ku një përfaqësi e përbërë prej 10 bashkëdhetarësh nga kryesia e diasporës, kryetar shoqatash, specialistë, fushësh, gazetar, morën pjesë në një takim i cili u zhvillua në Parlamentin e Greqisë me opozitën greke i drejtuar nga deputeti Pavlos Kristidis, zoti Vasilis Kuluris, i cili është përgjegjës për çështjet e sigurimit shoqëror dhe pensionet në parlament, dhe deputet tjerë të Pasokos. Takimi u zhvillua në një klim shumë të ngrohtë dhe na vjen mirë që Pasoku edhe një herë ishte i gatshëm për ta pritur dhe për diskutuar për këto çështje. Ne diskutuam kryesisht çështjen e pensioneve. Kjo e udhëhequr nga departamenti i sigurimit shoqëror nga i angazhuar i fortë zoti Luana Vazi, i cili insiston në të drejtimin dhe ka punuar fort me grupin e tij të punës. Presidenti ishte zonja Liliana Saliaj dhe ajo një aktiviste e vjetër e ka hershme dhe e angazhuar në këtë pjesë. Por zoti Abazi nga personat që ka diasporë, kemi programe mbështetëse dhe kemi bashkërenditur ditë propozime tona. Në këtë kontekst edhe takimi i sotëm kishte si temë kryesore çështjen e pensioneve, është një çështje shumë kritike dhe i përfshin një kategori shumë të madhe njerëzish, kryesisht bashkëtarë të cilët janë në prag pensionit ose kanë dalë pension dhe nuk mund ta fitojnë pensionin për shkak të burokracisë apo për shkak të ligjit katrugalo, siç njihet gjerësisht, apo pengesave të tjera teknike të tjera, edhe aq më tepër për mos vullnetin apo mungesën e vullnetit të qeverisë greke për ta zgjidhur këtë çështje. Por nuk u anashkaluan çështje që lidhen me çështjet e legalizimit, që është problem jetik edhe ky madje shumë serioz i akumuluar vetë të fundit, ndërkohë që ka një ndryshim drastik në procesin e aplikimit të lejes së qëndrimit, por fatkeqësisht nuk ka ndikuar dhe nuk ka përmirësuar apo të përshpejtoj procedurat për dhënien e lejës së qëndrimit, pra rinovimin e lejës së qëndrimit, duke zgjatur kohën e pajisme e lejës së qëndrimit deri në afate që janë të papranueshme, janë afate të cilat fatkeqësisht ndikojnë në cilësinë e jetesës dhe kushtëzojnë apo më saktë izolojnë bashkëtarët tanë, cilët nuk kanë mundësi të shkojnë në asnjë vend tjetër të botës, aq më tepër në Evropë që kanë drejtë të udhtojnë me procesin e vulave shën, pra hyrje daleve për të vizës lirë të qytetarëve, por fatkeqësisht duke qenë që janë rezidentë në Greqi dhe me lejë, posedojnë një lejë qëndrimi, shtetet evropiane kërkojnë lejën e qëndrimit. Kjo nuk është e mundë sepse janë të pajisur në një format A4 të aplikimit të lejës qëndrimit. Sigurisht u trajtuan tema tjera që lidhet me arsimin, aq më tepër lidhur me gjuhën shqipe, nëse është e mundur apo të ketë një lobim, në mund të themi një bashkërendim të përpjekjeve tona të diasporës edhe të Pasokut apo të gjithë forcave progresiviste, pavarësisht se cilët janë ato kryesisht të majta, që gjuha shqipe të jetë një gjuhë e cila fëmijët tanë kanë lindur këtu apo jetojnë këtu, të mësojnë gjuhën shqipe në audienca para në shkollat ku ata mësojnë dhe arsimojnë në Greqi. Sigurisht një temë tjetër që u prek dhe u trajtua në nga të dy palët, aq më tepër mori dhe vëmendjen e palës tjetër ishte fakti i njohjes së diplomave apo të arsimimit të shtetit shqiptar nga sistemi arsimor i Shqipërisë, i cili në thonjza bie në ndesh me arsimimin e Greqisë, sepse Greqia është 9+3+3, kurse në Shqipëri ka qenë 8+4+4, gjë e cila nuk është pranuar në Greqi, dhe këtu listet nevoja i një personi të shoqërisë civile, pra ne si diasporë në bashkëpunim me shoqatat, me intelektualët, me shoqërinë civile, duke kontaktuar sigurisht forcat profesioniste, këtë çështje të kalojë në një rang tjetër të vendit standard përkate dhe politika greke, shteti grek ta marrë konsiderat dhe mos na krijoj ato pengesë deri sot dhe një qytetar shqiptar i cili ka mbaruar arsimimin bazik në Shqipëri, ciklin e udhë apo ciklin e mesëm apo ciklin e lartë, njësimi diplomave mos hasin të pengesës që ndodhin deri sot,
me vërtetime e një së procedurash, por të kalojnë një procedurë më të lehtë, sepse Shqipëria tashmë ka kaluar në një stat tjetër, shqiptarët në Greqi janë në një stat tjetër, dhe gjithë kjo ndikon shumë në përmirësimin, siç e them më herët, të cilësisë jetese dhe integrimit tonë sa më normal. Mundi do ishte me interes të dinim çfarë u thënë nga parla greke, lidhur me këto kërkesat e diasporës shqiptare, gjatë takimit që pushulla gjatë 2 orë apo jo? 2 orë takim. Në këtë kontekst, patur parasysh interesin e madh dy palëve nga ana e diasporës, paraqitja e problematikave të argumentuara dhe të bazuar në ligjet për dhe për propozimeve për zgjidhje, pati shumë interes edhe nga përfaqësuesit e Pashokut, vetë zoti Kristili që shumë i kujdesshëm që tha dhe siç e tha ai vetë, nuk do flas si politikan, se më shumë e lehtë, por do flas më vështirë, më mënyrë të përgjeshme si një qytetar dhe si një jurist apo si një bashkëtar i juaj, për t'u angazhuar në disa pika që janë shumë të rëndësishme, pra ai na premtoi ose më saktë në ashtriu dorë në bashkëpunim që disë bashkë secili në pozitën e tij të marrim disa çështje që janë 3 më kryesore, pensionet, çështja e diplomave apo edhe të drejtave të njeriut që unë e thash më herët është absurd të mendosh që ndërkohë në gjithë botën kategori specifike të shoqërisë, të personave me aftësi të kufizuara apo personat të veçantë të shoqërisë duhet të trajtohen me përparësi dhe jo të neglizhuar apo më tepër të lihen në një atë siç po ndodh aktualisht. Dhe çfarë ne kuptojmë me këtë? Gjë e cila gjetëm dhe mbështetjen nga disponibiliteti e tyre për të bashkëpunuar, flas për personat me aftësi të kufizuara apo personat të veçantë që kanë probleme të ndryshme, fatkeqësisht ligji i Greqisë aktualisht ata po i penalizon, po i vështirëson jetesën, sepse po i zvarrit në procedura. Mjafton të përmendim faktin që tashmë ata nuk marrin më lek 2 vjeçare apo 3 vjeçare të kaluar, por marrin edhe 1 vjeçare dhe fatkeqësisht ata lejen të marrin kurrë në dorë, sepse nëse marrin parasysh vonesat në ministri, të cilat shkojnë variojnë nga 1 vit deri në 2 vjet, aq më tepër vonesat nga komisionet e përkatëse që duhet të kalojnë për të marrë ekspertizën specifike, të gjitha këto sërinë vonesat e pengesa për këtë kategori të shoqërisë që për ne është e papranueshme dhe është shkelje e drejta e njeriut, më tepër pse jo është vërtet një trajtim racist. Mundi gjatë këtyre 35 vjetëve është një takim, domethënë që isha dhe unë vetë prezent aty, mendoj se lind një shpresë apo jo. Ne kemi zhvilluar dhe herë të tjera takime me shumë forca politike, si me Syrizën, jemi në kontakt me ta, me shumë forca të tjera, por duke që të paktën me Pashokun, këto 2 vjet e fundit kemi zhvilluar disa takime, 2 takime që janë zyrtare i vitit të kaluar dhe i këtij viti, që neve jemi në bashkëpunim me ta, pra një kontakt drejt për drejt, gjithë do të thotë që ka një interes për tyre dhe interesi për tyre nuk është fiktiv, nuk është formal në sensin politik. Këtë e them duke u bindur dhe tek pyetjet që janë ngritur në parlament nga deputetët e Pashokut, siç e dim shumë mirë që ne kemi ndjekur zhvillimin politike, nuk është hera parë që ata tregojnë interes për këtë kategori njerëzit. Pasoko ka treguar të kaluarën me ligjet që ka sjellë në Greqi, një ligj shumë progresiste, mjafton të përmendim ligjin Ragushi 2010, një ligj që ishte për kohën ishte aq përparimtar sa që ishte pa imagjinuar të përcaktojë nga shoqëria greke dhe nga vetë politika greke, sa që u desh ndërhyrja e ministrit të mëvonshëm Samara, ta shpallte atë, ta denonconte në gjykatë, gjykata ta shpallte si ligj antikushtetues. Por pavarësisht kësaj, gjatë harkut kohor të këtyre 2 viteve, Pashoku ka treguar që ka një vëmendje më të shtuar rreth kësaj kategorie njerëzve, kryesisht të qytetarëve me origjinë migratore, duke drejtuar shumë pyetje apo më tepër jo në parlament, vetëm parlament, por edhe qeverisë greke. U duk dhe këtë radhë dhe unë ndaj thashë më herët që këtë radhë ajo që në mund të themi ishte si e pranueshme dhe e respektueshme nga ana e tyre, ishte fakti që nuk u përgjigjen si politikanë, që ishte gjë më thjesht për të bërë, por u përgjigjen si bashkëqytetarë dhe kjo është në ndër të tyre dhe shpresojmë që dhe ne si bashkëqytetarë të tyre me këto problematika që kemi të rendisim përpjekjet tona me qëllim që të gjejmë një zgjidhje me forma demokratike dhe të gjitha procedurat që parashikohet në ligj dhe pse jo në Kuvendin e Bashkimit Evropian, se fundja jemi qytetar shqiptar, grek, pra qytetar evropian dhe ne duhet të bëjmë çmos, diaspora e ka në programin e saj, ka në statutin e saj që të drejtat tona janë të padiskutueshme dhe duhet të insistojmë fuqishëm për zgjidhjen e tyre, për orientimin e tyre për zgjidhjes. Unë ju faleminderit. Unë të falenderoj dhe ishte kënaqësi. Kemi sotëm
duhet të kishim bërë më të organizuar me kërkesa konkrete dhe duhet që të kërkonim nga opozita, nga grupi parlamentar I PASOK-ut, që të merrte, të jepte propozime konkrete se çfarë duhet të bënte si parti. Megjithatë, është një hap dhe të vazhdojmë të diskutojmë, që të gjejmë mënyrën dhe gjuhën e përbashkët, që të mundemi të gjejmë edhe mënyrën, edhe rrugën se si mund të ushtrohet presion politik. Atëherë takimi sot në Parlamentin grek ishte me përfaqësues të PASOK-ut, një grup goxha I mirë prej 10 vetësh, goxha me përvojë të jetës e emigrantit, sollën përpara përfaqësuesve të PASOK-ut, sollën problemet jetike dhe aktuale që shqetësojnë sot emigrantët, edhe pse ka kaluar gati 35 vjet, këto probleme vazhdojnë edhe thellohen edhe më tej. Gjithsesi, ne I shtruam më së miri problemet sërish dhe nuk do ndalojmë të shtrojmë, por shpresa dhe përpjekja nuk do ndaloj. Shpresa është e madhe tashmë, sepse përfaqësuesi I PASOK-ut na u përgjigj jo të sigurt, por na u përgjigj me përgjigje pozitive që do arrim të bëjmë diçka, nëse jo të gjitha do arrim të bëjmë diçka çka na kalon nga dora jonë. Kështu që ne shkojmë me shpresën që të paktën temat kryesore për të cilat nuk ishin pak, po ishin çështjet e pensionit, çështjet e njësimit të diplomave, çështjen e lejeve të qëndrimit për vonesat, edhe disa të tjera që ushtruan, shpresojmë që të marrin një përmas zgjidhjeje, nëse jo të shpejt, një përmas zgjidhjeje me kohë të pjesshme, sepse duhet me patjetër që të japim zgjidhje në të gjithë drejqinë dhe jo vetëm në Afrikë. Shiko, sot organizuam një takim me përfaqësuesin e grupit parlamentar të PASOK-ut, me tonë zotin Pavlo Kristili, në emër të Sinos Madhis të Albanisisë diasporas në Afrikë e Lava, dhe shtruam problemet tona. Së pari problemin e ligjit Katrugal për Katarisin e 40 vjeç që kërkojnë nga neve, dhe për problemet tjera, për lejet e qëndrimit që japin të skaduar ose gati të skaduara, që I zgjati me 2 vjet e me 3 vjet, për shpenzimet të paguajnë nga xhepi njerëzit dhe I marrin lejet e skaduar, dhe të tjera problemet të kësaj natyre. Gjetëm mirëkuptim nga deputeti dhe nga bashkëpunëtorët e tij, premtuan që do t'i programatojnë këto gjëra dhe në një të ardhme sa më të afërt do përpiqen të shtrojnë dhe në parlament dhe të ndërmarrin veprime konkrete që këto probleme të marrin drejtim. Një nga problemet që shtrua është dhe problemi I gjuhës shqipe, I konvertimit të gjuhës shqipe me gjuhën të diplomave me gjuhën greke, sepse deri sot nuk konvertohen. Shtruan problemin gjithashtu që nuk mund të marrim prindrit tanë këtu, për arsye se legjislatura greke nuk është siç është legjislatura italiane dhe nuk na lejojnë që të marrim prindrit. Edhe sikur të vdesin atje, ne nuk kemi mundësi të bjem këtu, se edhe jemi detyruar të lëmë prindrit vetëm në Shqipëri, e të pa një bill, pa njeri, pa tutje, pa tutje. U premtua nga ana e palës së zotit Kristili që do ta shikojnë këtë punë, aq sa kanë mundësi që të bëjnë dhe në këtë drejtim. Po kështu dhe për problemin e shkollave shqipe që janë hapur këtu, për avancimin e gjuhës shqipe dhe për trajtimin sa më me pozitivitet për këtij problemi nga ana e PASOK-ut. Shpresojmë që të zgjidhen këto probleme. Gjithashtu shtruam dhe problemin që pavarësisht se neve kemi ndihmuar për PASOK-un gjatë gjithë kohës, gjatë këtyre 30 vjetëve, nuk na janë përgjigjur gjithë kohën këta dhe her pas here nuk na hapin as telefonave. Kjo nuk flas këtu për person si person Kristinin, por për persona të tjerë brenda PASOK-ut që na kanë premtuar shumë herë dhe nuk kanë mbajtur premtimet e tyre. Edhe ne jemi të papërfaqësuar në organet e PASOK-ut, pavarësisht që ne kontribuojmë në top pjesë organizuar, nosis dhe të tjera. Këto ishin në përgjithësi problemet që mbritën neve. Gjithashtu gjetëm mbështetje edhe për të vazhduar të anullimin e ligjit Katrugal dhe në rrugë gjyqësore, të cilën ne jemi të vendosur që ta fillojmë edhe të kërkojmë aqirësin
anullimi e ligjit më saktë në mënyrë ligjësore, përveç rrugës politike. Është kënaqësi që ti njerëz që vjen këtu në bashkë të dëgjojnë si parlamentarët e Parlamentit grek, por edhe ne si diasporë shqiptare në Greqi, gjejmë mënyrën dhe komunikojmë, por të shtojmë problemet tona që të bëjmë në mënyrë ligjore. Pra, siç do ta shikojnë do të gjejnë njerëz në video, nuk jemi njerëz që bëjnë vetë protesta të përtasin vot, por shkojnë në çdo dikastel dhe i parashtrojmë problemet me anë të bazë të ligjeve, dhe kërkojmë se çfarë ka mundësi politika ta mbështesë dhe çfarë ne mund të bëjmë është sepse përveç anës ligjore, është ana e gjykatës. Atëherë, për anën e gjykatës, ne vetë do të marrim këtë vendimin dhe ta mbështesim të gjithë njerëzit që kanë probleme me pensionet, që kjo punë të mbarojë, paktën nga ana ligjore, presim vendimin e gjykatës. Këto ishin të fryqme disa ditë, përveç temave si shtatë luar, që mos përsërisim sepse nuk ja vlen, por ja vlen që të zbulohet, të diskutohet të gjithë parlamentarët e Pasokut dhe pastaj të shkojnë në parlamentin. Ilia, shpresë apo zgënjim? Shpresë apo zgënjim? Shpresë Apo zgënjim? është një gjë e përsëritur, e ngrohur dhe shumë herë. Megjithatë ne nuk shterisim që të bëjmë përpjekjet tona, derisa të dëgjojmë. Për fatin e mirë, këtë radhë zoti Krishtlidhi është dhe kryetari i grupit parlamentar të opozitës dhe shpresojmë se disa gjëra siç dhe vetë ai tha konkretisht do t'i bëjnë në plan të parë dhe në rendimin e ditës të parlamentit. Nuk duhet të përsërit këto që përsëritën Luani dhe Daulja dhe Kristiana dhe të gjithë të tjerët. Ne ishim të gjithë bashkë, kishim të gjithë bashkë shtruan problemet sipas radhës. Nuk besoj se u përfaqësuam dënjësisht për gjithë komunitetin shqiptar. Ju ngritën një pyetje jashtë kësaj teme, që mua më bëri përshtypje. Po, pikërisht ne dhe herë tjera, grupi intelektualëve ka shkuar edhe në opozitën e dikushve e Siriza dhe paka shumë nuk ishte zoti Luana Bazi, ishte Luani tjetër nga Seleniku. Temat tona forta janë ato treja që janë mësuar gjithkohës të themi, po një ndër temat më të forta dhe më të mira që ndonjëherë lihet ndje është çështja e shkollës e gjuhës. Këtu tashmë ne jemi më refugjat, ne këtu jemi qytetarë me drejta të plota që kërkojmë ashtu sikur një herë bëri Pasoku të mundur që ne të votojmë në të paktën në zgjedhjet bashkiake, të ribëhet prapë edhe për ato që kanë leje qëndrimi këtu, por thamë që gjuha shqipe bëhet një gjuhë të paktën si fillim, edhe sikurse është anglishtja apo frëngjishtja, në të gjithë shkollat e Greqisë, në shkollat shtetërore. Kjo duhet bërë me zgjedhje, patjetër, jo e detyrueshme, edhe njësimin e diplomave, diplomat tona të 8 vjeçares të gjimnazeve tona, me njësimin e diplomave dhe mbase duhet një grup akademik, njihen edhe diplomat e shkollave të larta universitetet. Kjo temë është që e prekim për ditë, që edhe ne brezi i 50 vjeçarve me diplomat mbaruara në vendin ton, ato të njësohen, të njihen edhe në vendin ku punojmë dhe jetojmë. Faleminderit.